Në episodin e sotëm, Handan telefonon në klub, por përgjigja që merr e bën situatën edhe më intriguese. Kenan nuk ndodhet në zyrë, megjithatë, Handan nuk të riqet. Ajo këmbgul të takohet patjetër me Kenanin, sepse ka një çështje shumë të rëndësishme për të diskutuar me të. Por kjo bisedë nuk kalon pa u vënë re. Ozlem dëgjon gjithçka dhe shqetësohet menjëherë kur kupton se Handan dhe Kenan priten të takohen. Kenan vendos të bëjë një lëvizje të papritur. Ai shkon së bashku me Xhansun pikërisht në vendin ku ndodhet Fikreti, por kjo nuk është as pak një rastësi. Kenani e di shumë mirë se Fikreti do ta marrë vesh dhe pikërisht këtë dëshiron. Me këtë veprim, Kenani dërgon Fikretit një mesazh të qartë. Ai nuk është aq naiv sa mendon. Kenani e ka kuptuar lojën dhe nuk ka ndërmend të qëndrojë pasiv, ndërsa dikush përpiqet të luajë kundër tij. Por përballja bëhet edhe më e tensionuar kur Kenani i bën të qartë Fikretit se nuk duhet të përpiqet të përdorë Xhansun për të nxitur një konflikt kundër tij. Sipas Kenanit, kjo nuk është një luftë ku të tjerët mund të përdoren si mjete. Betejë është mes Kenanit dhe Fikretit. Një moment i papritur bën gjithçka të marrë një tjetër drejtim. Xhansu lëndon këmbën dhe Kenan menjëherë përpiqet ta ndihmojë. Një gjest që në pamje të parë duket krejt i pafajshëm, por për Handanin, ky moment zgjon dyshime të mëdha. Duke parë Kenanin pranë Xhansus, Handan fillon të mendojë se marrëdhënia mes tyre mund të jetë shumë më tepër se sa një bashkëpunim pune. Apo fshehin të dy diçka, apo Handan po interpreton gabim atë që pam. Por drama nuk ndalet këtu. Handan përballet me Fikretin dhe situata merr një tjetër kthesë. Fikreti ofron ta shoqërojë me makinë deri në shtëpi, duke krijuar kështu një moment të ri mes tyre. Çfarë do të mendojë Kenani nëse e merr vesh? A do të përdorë Fikreti këtë mundësi për t'u afruar me Handanin? Dhe a do të zbulojë Handani të vërtetën për Kenanin dhe Xhansun? Ozlemi nuk humbet më kohë dhe fillon të verë në lëvizje planin e saj. Ai shkon në një restorant dhe rezervon një tavolinë pikërisht për Kenanin dhe Handanin, duke përgatitur kështu një takim që mund të sjellë pasoja të mëdha. Por situata bëhet edhe më interesante kur Kenan merr një telefonat nga recepcioni. Ai njoftohet se Handan ka bërë një rezervim për të. Kenan mbetet i befasuar, sepse nuk e ka bërë ai këtë rezervim dhe as nuk ka dieni për ndonjë darkë të tillë. Ndërkohë, Handan merr një surprizë që e le pa fjalë. Në duart e saj mbërrin lule të shoqëruara me një pusull ku shkruhet se Kenani e ka ftuar për darkë. Po kush po e manipulon këtë situatë? A do ta kuptojnë Kenani dhe Handani se pas këtij takimi fshihet një plan i Ozlemit? Handan mbërrin e para në restoran dhe ulet në tavolinën ku mendon se do të takohet me Kenanin. Por minutat kalojnë dhe Kenan nuk shfaqet. E zgënjur, Handan vendos të çohet nga tavolina. Pikërisht në atë moment shfaqet Ozlemi me një buzëqeshje ironike. Ajo i thot Handanit: "Nuk erdhi apo jo?" Por Handan e kupton menjëherë se pas kësaj sjelljeje fshihet diçka më shumë. Biseda merr një kthes edhe më të tensionuar, kur Ozlemi përpiqet të zbulojë se Handani është shtatsan. Handan nuk të riqet dhe e pyet drejt për drejt se çfarë do të ndodhë nëse ajo do të ishte vërtet shtatsan. Por më pas i jep një përgjigje që e qetëson Ozlemin. Ajo nuk pret një fëmijë. Megjithatë, Ozlem nuk ndalet. Ajo këmbgul që Handan duhet të qëndrojë larg Kenanit, duke përdorur si argument faktin se Kenan as nuk u shfaq në takim. Por ajo që Ozlem nuk e di se e vërteta është krejt ndryshe. Kenan ndodhet jashtë restorantit dhe po i vëzhgon. Ndërsa në këtë skenë të fundit, Ozlem vendos të flas hapur me Kenanin dhe i shpreh dëshirën e saj të madhe për të pasur një fëmijë. Por përgjigjja e Kenanit është krejt ndryshe nga ajo që ajo pret. Me një buzëqeshje ironike, ai thotë se nuk ka nevojë për një fëmijë. Kjo përgjigje e lëndon dhe shqetëson Ozlemin, por situata bëhet më e tensionuar kur telefoni i saj bie. Është mjekja e Ozlemit, e cila kërkon të flasë me të në lidhje me çështjen e fëmijës, por telefonatën e merr Kenani. Ajo që dëgjon nuk i pëlqen as pak. Kenani kupton se Ozlem ka shkuar te një mjeke pa dijenin e tij dhe kjo e zemëron. Ai nuk pranon të vazhdojë bisedën dhe largohet nga shtëpia, duke e lënë Ozlemin të tronditur, të shqetësuar dhe jashtëzakonisht nervoze.